Berisha tash, nga frika se mos Rama i rregulloi sërish mohabetet me Trumpin, lajmërohet konferencë për shtypje urgjent, sepse Alex Soros në Davos kishte thënë le të bashkohemi gjithë kundër Trumpit dhe ky dilte konferencë për shtyp tash në mbrojtje të Trumpit se po na e sulmon Alex Sorosi. As kalamajt e fillores nuk do. Niveli i këtij parlamenti është për turp e faqet zë. As kalamajt, dje un kam ligju parlamentin dhe nuk kishte asnjë debat konstruktiv. Ju jeni me Amerikën, ju s'jeni me Amerikën. Ne duam shumë Amerikën, jo unë. Dhe pastaj kur një idiot aty, Ramës ti thuj qa dush, po i thot, ti s'ke qenë basketbolist, se ti azmatik ty pranet meret fryma, po si mos shkoj njëri jo deri këtu? Pse edhe sëmundja që e ka krime? Po a kanë të njërës shpi, a kanë babe non këto që mund t'jenë vetër, kanë sëmundje, e ka nevojë për ilaç. E kupto qa kafshërie dhe çfarë ignorancë është, e di pse. Unë mendoj sepse është ajo që thati unë fillim. Nuk ka debat, nuk ka konkurrencë, pra ne nuk ke vlera sot. Nuk ke vlera, nuk prodhon dot vlera ti me ushtar servila në çdo vend që vin për shfrytzu. E degradimit të politikës për fat keq, degradimit total. Dhe nuk shoh një dritë që jo. Të thosh apo të shoh një bim të re që hajde po nuk shoh dhe vullnet. Ta ushqejmë edhe të nuk shoh dhe vullnet. Për këtë punë, domethënë edhe vetë media ku kontribon ti, prej kaq vjetësh, unë, të vjen zor se nuk di çfarë shkosh thosh nëpër studio më, je në të njëjtin rreth vicioz. Imagjino, a mund diskutohet dhe mbrëm gjithë mediat merreshin me këtë tallava. Kur ai ishte një turp, ajo çau bëu në parlament, që bëhet javë për javë, ishte një turp. Vetëm ofendime, sharje, kush është ti ke thonë Trumpit kështu atëherë, unë i kom thonë kështu këtëherë, ishin po këto që demokratët që kur ishte Bideni pritin e lavdëruan Bidenin, tash kur ndrru Biden, kush mund t'i marrë seriozisht këta njerëz? E gjithë kjo narrativ ka krijuar një gjë shumë. Jo, më nuk kanë respekt as amerikanë vetë për këtë. Po respekt kesh për këtë. Nuk kanë mund të ketë respekt, kujtoni, nuk kanë rekorde ato? Nuk e dinë ç'kan thonë dje se çojnë sot e çojnë pas nesër? E gjithë ky debat ka krijuar një perceptim publik tashmë tërësisht të gabuar, që në këtë vend, në krye të qeverisë nuk duhet të jetë ai apo pushtetin, nuk duhet ta ketë ajo parti apo ai politikan që është më i ndershëm, që do këtë vend që punon më mirë për këtë popull. Por të drejtën për qeverisur e ka ai që e ka mirë me Amerikën.